të dështoni në këtë lloj aksioni që keni zgjedhur. Në këtë lloj kushtesh, çfarë do lloj mosveprimi nga ana jonë është prerogativa më e mirë për dështim. Ne përpiqemi që të jemi proaktiv aq sa mundemi, qoftë me denoncime, qoftë me përpjekje për të marrë hapësirë në parlament, prandaj është krijuar dhe është instauruar edhe parlamenti të hënës, si një hapësirë debati, si një hapësirë lirie. Nuk është një format që ka si synim të mbledh njerëz shumë, pra që të ketë masivitet njerëzish, që syri të ketë atë pjesën e vet që u mblodhen shumë njerëz në bulevard. Por është konceptuar si një hapësirë lirie, që jepet hapësirë deputetëve të thonë ato që nuk kanë kohë dhe mundësi të thonë parlament, si dhe qytetarëve që të ngrenë ca probleme nga një tribunë që ka platformë televizive dhe le të themi ndiqet nga ca njerëz. Njëkohësisht përpiqet të bëhen edhe këto gjërat e tjera, përpiqet të bëhet protesta, sigurisht s'është lehtë të organizosh protest kombëtare çdo 10 ditë. Njëkohësisht përpiqet të bëhen dhe proceset e brendshme, përpiqet të bëhet analizë, të përfundojë analiza. Janë bërë zgjedhje në një pjesë të mirë degëve, janë çelur proceset e tjera të rinovimit. Ka filluar puna me ju vetë keni transmetuar para, mos gabojmë shumë se një javë, mbledhjen me departamentin e infrastrukturës, ku është palos le të themi vizioni i Partisë Demokratike për sa i përket çështjes së rëndësishme të infrastrukturës, të rrugëve që bien, marrëdhëniet me oligarkët po doni e kështu me radhë, për sa i përket çështjes së infrastrukturës. Pra, është në operativitet të plot opozita, sigurisht kritika mund të ketë plot, jam unë kritiku i parë i saj nga brenda, sigurisht si them këtu në televizor, kam forume brenda që mund t'i them. Këto janë kushtet, këto janë përpjekje, jo për sa i përket mosapjes. Për çfarë gjëra mund të çalojnë te ne brenda për brenda dhe sigurisht kemi forume dhe e ngre zërin në forume, nuk më takon mua që të jem i zëshëm publikisht për këto gjëra. Kemi edhe ne probleme sa duhet. Mund të bëhemi më mirë sa të duash, sigurisht që mund të bëhemi. Kush janë kushtet që do t'ju ndihmonin juve të bëheshit më të mirë, më aktiv, më proaktiv, më opozitë fort siç njerëzit në fakt e presin? Kush janë kushtet? Dgjoj, kushte me këtë, nuk kemi ndonjë lloj iluzioni që kjo majorancë ose ky lloj sistemi që kemi përballë, se është ngrit një sistem tashmë, do të përpiqet të krijojë kushtet ose do të vërë dorën në zemër të krijojë një hapësirë liria e opozitës. Kushtet duhet i marrim. Kushtet duhet të krijojmë dhe protestat, pavarësisht sa do të lodhshme mund duken nga pikpamja organizative, sa do me sakrifica mund duken për njerëzit që dalin atë thirrën, dalin, nuk ra dhe sot Rama, ikin një pjesë të pakënaqur etj, me gjithë këto sakrifica, janë në funksion të një qëllimi të madh, që të marrim atë që na takon të marrim në një vend demokratik.